Të gjithë të apasionuarit pas fotografisë mund të bëhen pjesë e festivalit të parë të fotografisë që do të organizohet në Korçë në ndrejtimin e fotografit Ergys Baki. Bëhet fjalë për konkursin e parë të këtij lloji që do të zhvillohet me temë trashëgimia kulturore dhe zanatet në zhdukje. Ky festival është i hapur për të gjithë. Ky festival do jetë një festival shumë serioz, do ketë gjithë mjeshtrat dhe profesionistat e fotografisë dhe të artit vizual, dhe do të jenë pjesë të rinj të Korçës, të gjithë Shqipërisë, sepse është në kuadër kombëtar, por i fokusuar vetëm në qarkun e Korçës, ku çdo që ka fotografi të mira për kulturën, për artin, për trashëgimin kulturore, zejtarinë, për kostumet popullore, për rrugica, për shtëpi të vjetra, por çfarëdo lloj që i përket trashëgimisë kulturore, do të marrin pjesë të gjithë. Fotografi me eksperiencë rreth 20 vjeçare thosë se krahas konkursit të rinjtë apasionuar pas fotografisë do të jenë pjesë dhe një kursi ku do të mësojnë teknikat e fotografimit. Do të ketë edhe një kurs fotografie, por jo vetëm, le të themi edhe te videot, edhe te fotot, edhe te editimi. Të jesh fotograf nuk është e thjeshtë. E para, ajo që unë kam mësuar dhe më kanë mësuar, është të dish të shikosh. Kjo është shumë e rëndësishme. Përpara si ti të shkrepësh diçka, ti duhet ta kesh menduar diçka. Në mënyrë që ajo fotografi të flas, ajo fotografi të shpreh realisht atë që ti po mendon të shprehesh nëpërmjet shpirtin tënd dhe ti motivosh, të inkurajosh apo të japësh një mesazh dikujt të caktuar nëpërmjet fotografisë. Deri në muajin qershor, të apasionuarit pas fotografisë kanë mundësi të shkrepin foto e të sjellin imazhe të ndryshme për të qenë pjesë e këtij festivali.